këta po prishin seancën, por është në të zezë të tyre, sepse në absolute nuk ka shqiptar që nuk kupton qëllimin sepse po prishet seancë e sotme. A ishit aty në salë, kur foli Ben Blushi dhe nuk la gjë pa shas një rrugaç ordiner Blerni Klosi. A ishte kështu apo jo? Kurse Nrikull lokomotiva bënte sikur s'po ndëgjonte gjë që e kishte 2 metra. Flisja unë, 2 çakej. Cilat fjalë fyse? Fyse është kur ti, sepse kur flasin ata, në mënyrë absolute, nuk u ndërhy në asnjë presje. Çfarë do që trillojnë, çfarë do që shpifin, çfarë do që thonë. Ka një rregull të vjetër. Sa vet dialogu, po foli tjetri, do ta dëgjosh, pastaj të vjen rradh aty. Kurse këta, sjellja e zotit Noka ishte një imponim, sepse ai nuk la gjë pa shar nga vendi. Kush? Irioni, kush dihet e punë. Dhe unë të faj thash. Gores i thuhet kuç. Po kështu i thuhet. Po ti s'ke që flet. Ti e merr fjalën, ti ke drejt flasish sa unë mbas meje. Po ti do të flasish edhe kur flas unë, edhe para meje, edhe pas meje. Po kështu s'është parlament pastaj. Ka rregulla.